Mi mbrëma ju përshëndes nga cili qytet do thoni. Mjafton të shikoni rrugicën e me njerë të thoni emrin e qytetit të dashur. Korça, nga Korça ju përshëndes. Cila rrugë është kjo? Edhe këta mund ta gjeni vetë. Mjafton t'ju tregoj këtë godinë. E kuptuat, e? Ish liceu i famshëm frances. Univers fat food. Bukur, e? Shikoni. Për kaldërëmin e këtyre rrugicave kam folur gjëre gjatë, keq më vjen, nuk po e përsërit, cilësi e dobët, po s'kemi zhvajmë. Detyrohemi të pranojmë këtë realitet. Gjithatë mbeten rrugica tona të dashura, me kujtime të pashlyeshme në kujtesë. E kuptua cila rrugë është, e ku do dalë tani. Bukur. Korça gjithnjë e bukur ka qenë, është dhe do t'jetë. Dyqan këtu, banga, i famshmi agimi, pasticceria e dikurshme, sa herë kemi hyrë, kemi ngrënë, e kemi pirë. Gjallëri, në këtë orë. E famshmja kinema Morava. Shumë nga bim pandricim pa gjerë, pse e lënë në këtë mëshirë të fatit. Sa filma kemi parë. Kishe filma që hynja radhazi. Sa mbaronte, dilnja hynja prapë, shikonja. Edhe ky pallat. Shë sa mirë. Ndalon makina. Të kalojnë kalimtarët. Bukur. Lëviza fare. Një lëvizë. Dhe panja. Shë sa bukur. S'ka nevoj për llafe. Pamjet flasin vetë. E një godinë e bukur, e veçantë në arkitekturë. Ja të kaloj dhe në këto vija, do ndalojnë. E veve, ndaluan makinat. Sa më pëlqen ky rregull. Në ndiftë. Ish shtëpia e oficerave. Vësa. Selia e memës në thonjë za parti. Këtu ku jemi, thoni? Bashta
E Themistokliut. O, vjen në një dritë këtë. Shatrivani, që sa bukur. Ati bjeret e qarkë. Shumë bukur. E në një dritë, akoma më bukur. Ta përshëndesë Themistokliun. Shumë bukur lulishtja. Ja dhe me lule. Shatrivani dytë. Shkoni sa bukur. Jemi afër zonës ku është rrugica, ku ishte konsulata greke. Kristali famshëm ish aty në poshtë. E kjo rrugicë sa kujtime ka. Diku aty është shtëpia e gjyshes. Kemi jetuar aty. Dikur muzeum, i luftës ishte, që kishte ca topa këtu. Bukur. Ky është bulevardi i xhirove tona të famshme. Tash i bëjnë xhiro makinat. Njerëzit për trotuare. Shikoni. Ju përshëndes nga Korça. Nesër tjetër reportazh.